Është fakti se Kosova me 9 shkurt ka arrit me mbajt zgjedhje të lira, zgjedhje adekuate, në bazë të kushtetutës dhe ligjit, zgjedhje të lira dhe demokratike, përkundër disa problemeve të vogla të cilat janë identifikuara, zgjedhjet kanë qenë të lira dhe demokratike. Megjithatë, situata përçarëse aktorëve politike, partive politike, e dim se çfarë rezultati ka prodhu deri më tani. Sa i përket fillimisht zgjedhjeve, vetë raporti e përmend që ka pasur tendencë për politizim për veprim politik, nëse mundemi me thonë, nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mirë po që fatmirësisht paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresja ka kry punën e saj, duke menjanuar kundërlishmëritë që bënte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Tash ky aspekti i blokadës disa mujore tash ka kriju pasoja të shumëfishta, ka kriju pasoja në funksionimin normal dhe institucional të vendit dhe ka vënuar po ashtu një sër reformash, janë një sër ligjesh dhe një sër reformash të cilat janë të domosdoshme në sektor të caktuar. Për shembull, në fushën e sundimit ligjit, do të flasim ndoshta edhe më vonë për çështjen e ligjeve të cilat dolin nga deklarata e përbashkët e zotimeve, të cilat kanë mbetur peng për shkak të mos funksionalizimit të institucioneve. Dhe po për ma tepër, kjo situatë e krijuar tashmë ka ndikuar edhe në jetën institucionale në Republikën e Kosovës, për shkak se është shtrirë edhe në institucionet e tjera të pavarura, agjensitë të pavarura e tjerë, disa për cilave janë defunksionalizuar tërësisht, dhe gjithë kjo për shkak të kësaj blokade të deritanishme, që konsiderohet të jetë njëra ndër problemet kryesore gjatë këtij viti, që më pastaj ka sjell probleme edhe në fusha të tjera institucionale. Zotëria, raporti ka kritika si për legjislaturën e kaluar, si për këtë legislaturë. Çfarë do të thotë kjo? Cilat janë gjendjet e IKD-s? Raporti i progresit nuk thotë diçka tjetër përveç asaj që ne si IKD kemi thënë në raportet e tona, veçanërisht nga monitoruesi i legjislaturës së 8 edhe nga raporti për monitorimin e punës Kuvendit për vitin 2024. Në ndërkohë edhe gjetjet e tona janë konfirmuar në raport me periudhën pas zgjedhore, pas datës 9 shkurt 2025. Raporti tregon atë që kemi thënë, do një polarizim të thellë politik, shkelje procedurale në miratim të ligjeve bazike, kisha më thënë, ose të programit qeverisës themelor të partisë e cila ka qeverisë lëvizjes vetëvendosje. Në anën tjetër pastaj bojkotit vazhdueshëm nga shumica parlamentare fillimisht dhe në anën tjetër nga opozita. Se përket pjesës të polarizimit të thellë politik, ajo që është vërejtur që veçanërisht qeveria ka qenë arrogante në miratim të legjislacionit i cili ka kërku shumicën e thjesht në procesin e votimit, dhe kur është kërku votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare ka mungu edhe kërkesa për dialog transparent edhe komunikimi i mirë publik me opozitën. Në ndërkohë që ka përmendet tek procedura përshpejtuar, përmendet që për herë të parë, vetëm gjatë një viti, në një seancë të vetme, Kuvendi ka lejuar që të votohen ligje shumë të rëndësishme me procedurë të përshpejtuar. Nuk mbahet mend edhe nuk di nëse ka në ndonjë vend në Evropë që ligji për byron, ka kaluar për 10 minuta në lexim të dytë, lexim të parë dhe në lexim të dytë, ligji për sigurimet shëndetësore në lexim të parë dhe në lexim të dytë për më pak se 10 minuta, ligji për banimin social dhe të përballueshëm, ligji për lojrat mesdhetare, domethënë është 16-20 ligje në atë seancë kanë kaluar në procedurë të shpejtuar, dhe ligjet më të rëndësishme të cilat kanë karakterizuar lëvizjen vetëvendosje gjatë këtij pushteti. Një tjetër gjetje është që edhe vetë procesi i miratimit ligjit më të rëndësishëm fiskal, ligjit përndarje buxhetore, është miratu me procedurë të përshpejtuar, ku asnjë amandament nga opozita nuk është përfshirë në këtë ligj.
Në anën tjetër përmendet edhe çështja e menaxhimit të brendshëm të kuvendit, ku kuvendi ende nuk ka rrim të miratoj planet e punës ashtu siç kërkohet nga rregulloria e kuvendit, ndërkohë përmendet një zhvillim pozitiv që është futja e votimit elektronik, aktivizimi i votimit elektronik, ku tani më janë votimet të secilit deputet dhe të secilës seancë plenare në vefaqe të kuvendit. Çka përmend raporti progresit është edhe çështja e legjislaturës aktuale pas datës 15 prill, ku e dim ato që kemi thënë edhe vetë si i këdo, konfirmuar edhe nga gjykata kushtetuese me kontrabandimin e mënyrës së votimit të fshehtë nga kryesuesi të Harit në seancën e 1 majit, ku gjykata tregoi që nuk ka të votim të fshehtë për kryetarët e kuvendit, ka votim të hapur dhe që ai skenar i caktuar me datën 8 prill nga kryetari i kuvendit i legjislaturës së kaluar së bashku me me përfaqësuesit e partive politike do të më zbatuar në përpinkëri. Ajo nuk ndodhi, u konfirmu shkelja kushtetuese dhe më pasaj kuvendi procedoi detyrueshëm me atë sipas atij aktgjykimi. Ka dhe çështje tjera që po besoj që i flasim gjatë emisionit. Edhe më fal, vetëm edhe një shtesë, një çështje tjetër shumë problematike që përmendet e që e po ndoshta edhe pas publikimit të raportit të progresit është keqpërdorimi i fundeve publike për qëllime të fushatës dhe këtë do të thotë klasë të tjerave e përmend edhe raporti i progresit edhe në raport me zgjedhjet e përgjithshme që e kemi parë se ka ndodhur. Keqpërdorim do të thotë i fundeve publike për qëllime elektorale dhe kjo ka ndodhur do të thotë edhe në zgjedhjet e përgjithshme. Mirë po që fatkeqësisht ne e pam edhe në zgjedhjet lokale do të thotë në gjatë ditës së djeshme gjatë votimit në ballotazh pom një farforme të keqpërdorimit të burimeve publike, pom një farforme të presionit, pom një farforme të heshtjes zgjedhore, nëse mundemi me thonë kështu, veçanërisht në komunën e Mitrovicës, nga kryeministri dhe nga akterët e tjerë qeveritarë, që definitivisht është diçka e papranueshme. Çështja e keqpërdorimit të fundeve publike për qëllime elektorale ka pasur edhe vendime të tjera në këtë fushë, të cilat do t'i elaborojmë në vijim, përkundër faktit që raporti e përmend se kishte një garë konkurruese prap e krijon një garë të pabarabartë në mes të partisë politike e cila ka pushtetin dhe partive të tjera dhe që definitivisht kjo duhet të adresohet dhe definitivisht nuk duhet të përsëriten situata të tilla, veçanërisht si ajo e djeshme që pam një farë presioni aktiv të qeverisë, nëse mundemi me thonë, tek votuesit pikërisht gjatë ditës së zgjedhjeve.